Një në 10 fëmijë të moshës 12 deri në 17 vjeç që përdorin internetin në Maqedoninë e Veriut, rreth 12.000 fëmijë u ekspozuan ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual duke përdorur teknologjinë në një vit të vetëm, sipas një raporti të ri Parandalimi i dëmit në Maqedoninë e Veriut, i cili thekson nevojën urgjente për sistemet më të forta për parandalim, mbrojtje dhe mbështetje për fëmijët. Raporti thekson se fëmijët e ekspozuar ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual përmes teknologjisë kanë pasur 11 herë më shumë gjasa për të kryer vetlëndim dhe 12 herë më shumë gjasa për të pasur mendime ose sjellje vetvrasëse, krahasuar me fëmijët që nuk kanë përjetuar një abuzim të tillë. Sipas hulumtimit të bërë, më shumë se gjysma e incidenteve të evidentuara ishin të lidhura me rrjetet sociale, ndërsa pothuajse 1/3 ndodhen përmes lojrave online. Hulumtimi gjithashtu tregon se djemtë dhe vajzat janë prekur në një masë të ngjashme, pa dallime të rëndësishme sa i përket gjinisë ose moshës. Ndërkaq, zëvendës ministri i punëve të brendshme, Astrid Iseni, tha se ky raport na ndihmon të kuptojmë gjendjen reale në shoqërinë tonë dhe si sillen të rinjët online. Ky raport na ndihmon të kuptojmë gjendjen reale në shoqërinë tonë, si sillen të rinjët online, cilat janë rreziqet më të shpeshta dhe ku institucionet duhet të ndërhyjnë në mënyrë më efikase. Ai ofron udhëzime për forcimin e kuadrit ligjor, mbështetjen e profesionistëve që punojnë me fëmijët dhe përmirësimin e mekanizmave praktik për parandalimin dhe mbrojtje. Sipas raportit, edhe pse teknologjia po ndryshon mënyrën se si kryhet abuzimi, legjislacioni jo gjithmonë po i ndjek këto ndryshime. Në raport evidentohen disa boshllëqe ligjore për shkak të cilave fëmijët mbeten të cënueshëm, veçanërisht ata të moshës 14 deri në 17 vjeç.